Procedura në ndërtimin e Porto Romanos u anulua pas tërheqjes së ofertuesit të vetëm për shkak të rritjes së kostove të ndërtimit. Ministri Enea Karakaçi theksoi se vendimi lidhet ekskluzivisht me faktor ekonomik dhe jo me kritikën e përfaqësuesve të dhomës amerikane të tregtisë. Ndërtimin e portit të ri tregtar të Porto Romano u ndërprej pasi ofertuesi i vetëm që kishte mbetur në garë vendosi të tërhiqet. Sipas ministrit Enea Karakaçi, vendimi është motivuar nga rritja e kostove të ndërtimit dhe ndikimet e krizës ekonomike, duke mos pasur lidhje me kritikat e ardhura nga palët e huaja. Në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, duke qenë se për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi, dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Në të njëjtën kohë, ministri komentoi edhe mesazhet e mbërritura në postën elektronike të qeverisë nga përfaqësues të dhomës amerikane të tregtisë së Porto Romanos, i cili ishte kritikuar. Projekti i Porto Romanos ka mbi 2 vite, i cili është ideuar me konsulencën e Royal Haskonen dhe patjetër ka patur fazat e veta procedurale. Kushdo ka mundësinë që të shprehë opinionin mbi këtë projekt, por fakti është që ky projekt ka qenë një standardeve dhe është i standardeve ndërkombëtare dhe siç e thash edhe i konsultuar nga kompania më e madhe e porteve në botë.